Kryeministri Edi Rama u ndal sot në podcastin e tij Flasim në një sër çështjesh me rëndësi për javën që po lëm pas. Rama u ndal tek roli i institucioneve të drejtësisë dhe veçanërisht prokurorisë së posaçme pas së zgjedhjes së kryeautorit të saj Klodian Braho, lidhur me trajtimin e çështjeve për të cilat u shpreh se nuk duhet të maskohen përmes statistikave nga thesi i madh për atë që e quajti si nenin e mjegullt të shpërdorimit të detyrës. Ndërkohë që kryeprokurorit të ri Klodian Braho i uroi ta çojë spakun në këtë 3 vjeçar të fundit të ciklit 9 vjeçar në një nivel tjetër, për sa i takon profesionalizmit në luftën kundër krimit të organizuar dhe sidomos në luftën kundër korrupsionit, e cila nuk mund të konsiderohet e përmbushur plotësisht me sukses nga ana e atij institucioni nëse maskohet me statistikat nxjerra nga në thonjza thesi i madh, siç quhet neni i mjegullt i shpërdorimit të detyrës, për cilin sapo ka dalë dhe një direktive e re e BE-s, pikërisht për të reflektuar mbi shqetësime që nuk janë vetëm tonat, apo me lëre mediatike të llojit Big Brother, me transkripte telefonash të nxjerra në shkeljet ligjit nga dosjet hetimore, për të cilat po ashtu BE-ja ka korniza shumë strikte ligjore. E teksa kryeministri Edi Rama përmend shpërdorimin e detyrës, rasti më i bujshëm i këtij viti lidhet me kryebashkiakun e arrestuar të Tiranës Erion Veliaj, i cili e ka të provuar me një vendim tjetër gjykate shpërdorimin e detyrës, por ka edhe 12 akuza të tjera. Janë me 10 raste të shpërdorimit të detyrës të jetuara nga SPAK. Edhe kryebashkiaku Erion Veliaj e ka këtë akuzë. Është akuza e tij e 13. Në fakt, është ligji që e parashikon dhe ligjin e ka bërë kuvendi bashkë me kodin penal. SPAK dhe prokurorët nuk kanë çfarë të bëjnë tjetër, thjesht dhe vetëm do ta zbatojnë. Shpërdorimi i detyrës nga Erion Veliaj është një akuzë ngritur jo sipas ndonjë hetimi të madh të prokurorëve, por është gjetur gati me vendim gjykate. Për atë që nuk e di, Erion Veliaj ka pasur një përballje në gjykatën administrative të Tiranës për ndërtimin e një rruge që shkonte në pronat e Ajolës, bashkëshortes së tij, ankimuar nga Vilma Rakipi, e cila është edhe studio ligjore që ka bërë mbrojtjen në shumë seanca të kryebashkiakut Erion Veliaj. Pra kryebashkiaku Veliaj ka një akuzë në SPAK për shpërdorim detyre, si pasojë një kallëzimi të bërë nga studioja ligjore që tashmë e mbron në GKKO. Kjo është e vërteta e shpërdorimit të detyrës. Në fakt, Rama ka shqetësim shpërdorimin e detyrës, jo vetëm në lidhje me Veliajin, por edhe me zyrtar të tjerë. Dhe në Bashkimin Evropian shpërdorimi i detyrës ka të tjera qasje, ndryshe nga kodi penal shqiptar. Por në rastin e Erion Veliajit, shpërdorimi i detyrës është i provuar me një vendim gjykate paraprak. Është krejtësisht ndryshe nga rastet e tjera. Dhe nëse kryeministri kërkon të zbatohen direktivat e BE-s dhe të rregullohet çështja e akuzës për shpërdorim detyre, këtë e ka në dorë. Ka një mazhorancë kushtetuese. Kodi penal po diskutohet, mund të korrigjohet, mund të rregullohet, të vendoset në kodin e ri penal dhe pastaj pasi e miraton parlamenti, ta zbatojnë prokurorët dhe gjykatat. Prokurori kur ngre akuzën dhe gjykata kur jep vendimin. Por sido që të sillet kryeministri dhe çfarëdo që të kërkojë, së pari përgjegjësia fillon tek ai, edhe së dyti kurdo që ta miratoj, shpërdorimi i detyrës nuk ka fuqi prapa vepruese. Por deri në ditën që do të kemi një kod të ri penal me nenin e shpërdorimit të detyrës të ndryshuar, deri atëherë do të zbatohet ligji ashtu siç është. Kryeministri nuk i ndihmon dot as Erion Veliajin, as zyrtarët e tjerë, duke kërkuar që të tejkalohet ligji. Pra, me që nëse orienton Bashkimin Evropian të mos zbatohet ligji. Jo, është shumë e thjeshtë. Korrigjoni ligjin, bëjini me standardet e Bashkimit Evropian dhe më pas ai të zbatohet. Nuk mund të ketë 2 standarde për zbatimin e ligjit, ashtu siç kërkon shpesh për rastin Veliaj. Një standard, meqense është Erioni dhe kryetar bashkie, dhe një standard për qytetarët e thjeshtë. Ligji është një dhe vetëm një, për çdo zyrtar dhe për çdo njeri që duhet të zbatojë detyrat e shtetit.